Zoti Boçi, më pas zoti Berisha. Po, faleminderit kryetar. Në ditën e raportimit kreut SPAK, unë i drejtova atij një pyetje. A heziton SPAK-u të marrë në hetim apo të pandehur kryeministrin? Kjo pjesa këtu reagoi me hilaritet plot, domethënë duke qeshur fort, ndërsa sot ja ku jeni, gjithë strukeni dhe të gjithë vononi pas shiheni dhe vononi çdo gjë pas procedurave dhe mbani aty në Këshillin e Mandateve një kërkesë të SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, që në fakt nuk është thjesht imuniteti i zëvendës kryeministres, por është imuniteti i kryeministrit. Dhe jo vetëm kaq, po doni të shpikni dispozita ligjore për t'i vënë në dispozicionin tuaj për të mbrojtur veten tuaj me imunitet. Ndërkohë këtu në sallë mungon Bledion Albati. Dhe a e dini kryetar pse mungon? Se policia juaj e ka goditur në protestën e radhës dhe ai është i pamundur, sepse imuniteti për ju ka kuptim vetëm kur bëhet fjalë për zëvendës kryeministren, për kryeministrin, për antarët e kabinetit. Të tjerët duhet goditen, madje nxirrni edhe njerëz. Forcat Renea që na bokën 6 orë stërvitje, këte nuk e dishim, nuk njohin deputetët. Jo më, nuk njohin deputetët. Po mirë më këto forcat Renea, ndërhyrjes shpejt, kë njohin këta më, kë njohin. Po ata që janë shpallur në kërkim, a i njohin këta? Sepse të bëj një bilanc këtu, ja ku është ministria që merret me bilancet tjera, u plagosën policët me demek, të dalit bëj një bilanc thjesht, sa nga ato kërkuar, të shpallur nga SPAK-u, kriminal të rrezikshëm, antar të bandave kriminale, që jetojnë në Shqipëri dhe përtej Shqipërisë, janë arrestuar. Po, forcat Renea arrestojnë adoleshentët, godasin deputetët e opozitës, madje i akuzojnë adoleshentët se kanë hedhur ata molotov, ndërkohë që pamjet tregojnë ndryshe. Në parlament, përballë parlamentit, ishin policët ata që ju kthyen protestuesve, edhe me molotov, edhe me gaz lotësjellës. Jo, nuk tallem dhe unë them vetëm të vërtetën, sepse kam qenë aty dhe e di shumë mirë situatën. Dhe ky parlament duhet mbyllet dhe ju duhet mblidhni Këshillin e Mandateve menjëherë. Justifikimi juaj për gjykatën kushtetuese ka rënë, le që nuk ishte justifikim fare, por me qenë se e përdorët, sot ai ka rënë dhe mblidh Këshillin e Mandateve dhe të imuniteteve. Okej, fjalën e ka zoti Sali Berisha, më pas zoti Taulant Balla. Dashur qytetarë dhe qytetare, siç e shihni, parlamenti është shtrofulla e mbrojtjes hajdutëve. Këta që janë pas shpinsime, edhe këtij krahu janë të gjithë maska e Lubis dhe Edi Ramës. Këta janë maska. Kur ndonjëherë të dashur qytetar nuk keni patur në këtë sallë një grup njerëzish të cilët shkelmojnë mbi interesat tuaja jetike për të mbrojtur, më falni, në pamjet parë vithet e Belindës. Në të vërtet, Edi Rame. Fjalorin, zoti Berisha, do t'ju ndërpritet fjala me një herë.
Është ndërprer fjala zotit Berisha, ndërsa fliste në foltoren e kuvendit, ndërsa tashmë janë ngritur nga ulset dhe deputetët e tjerë të Partisë Demokratike në shenjë proteste për të veprim të kryetarit të kuvendit, duket se nuk largohet zoti Berisha pa rimarrë fjalën e tij. Nuk mund të lejojmë këtë lloj fjalori në këtë parlament, paktën sa jam unë kryetari i kuvendit. Shumë faleminderit, uluni zini vendet. Zini vendet, ndërpritet fjala. Nuk ka vendim tjetër, duket se është ndërprer fjala për sot zotit Berisha. Ai përmendi në një moment zëvendës kryeministren Balluku, me njëherë më pas ju ndërprer fjala nga kryetari i kuvendit. Zonja Zotrin deputet, spari në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dua t'i bëj një thirrje Partisë Demokratike të distancohet nga dhuna e përsëritur në protestat e thirrura nga kjo parti. Çdo parti politike ka të drejtë legjitime të protestojë dhe kjo është e garantuar në kushtetutë dhe në ligj, por çdo parti politik apo formacion që thirr një protestë mban përgjegjësi për mbarvajtjen e këtyre protestave. Duket qartë që personat e përfshirë në aktet e dhunës janë persona të nxitur, të dyshuar, të paguar për të kryer ato akte dhune. Kjo është çështja e parë dhe mendoj që Partia Demokratike, një antare e Partisë Popullore Europiane, duhet të distancohet nga këto akte dhune, ndërkohë që Kuvendi i Shqipërisë me urgjencë duhet të shprehet në mbrojtje të punonjësve të policisë shtetit. T'i urojmë shërim të shpejtë punonjësve të policisë shtetit dhe të kërkojmë nga prokuroria aplikimin e të gjitha atyre masave shtesë që kemi marrë në vitin 2019 dhe 2020 për paprekshmërinë e uniformës policisë shtetit. Mos harroni asnjëherë që punonjësit e policisë shtetit kanë derdhur gjak dhe vënë në rrezik jetën e tyre në këto raste. E dyta, zoti kryetari i kuvendit, për procedurë. Zoti Balla, qëndroni te procedura. Për procedurë, ishte propozim, zoti kryetar, dhe besoj që edhe ju duhet ta mbani shënim. Kuvendi i Shqipërisë duhet shprehet për këtë çështje. Tjetra që kam. Zonja e Zotrin deputet, popull shqiptar që na ndjek sot nga kjo seancë. Jemi sot në një seancë pak ditë nga një akt akuzë e turpshme. E dhën, pushome ti. Pushome se le nam. Ditën e hënë, jemi njohur me akt akuzë të turpshme në ngarkim të 4 udhëheqësve të UÇK-s. 180 vjet bëjti, se di unë për ku punon ti, po 180 vjet burg janë kërkuar ndaj udhëheqësve të UÇK-s një akt akuzë e pa dëgjuar, ndërkohë që për asnjërin nga personat e marrë përgjegjës penal të ushtrisë serbe në Kosovë nuk ka ndodhur gjë tillë. Vetëm për Ratko Mladić është kërkuar 40 vjet. Kërkesa për procedurë është Kuvendi i Shqipërisë të ndërpres punimet menjëherë, të ngarkojmë zotin Hasani dhe zotin Shehu në Komisionin e Politikës Jashtme dhe Ta përfundoj fjalën. Të përgatisim me urgjencë një deklaratë të Kuvendit të Shqipërisë, e cila duhet gëzojë mbështetjen e gjitha palëve në Kuvendin e Shqipërisë për t'i bërë qartë Hagës dhe çdo aktori tjetër se Shqipëria dhe shqiptarët, populli shqiptar, nuk mund ta pranojnë një balë të tillë të hedhur kundër një lufte çlirimtare, sikurse ka qenë ajo e popullit shqiptar të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo deklaratë e Kuvendit të Shqipërisë duhet të miratohet menjëherë. Dhe ti që i ke shërbyer gjithë jetën tënde Serbisë, liroja të foltore se lenam. Kemi një propozim nga kryetari i grupit Partisë Socialiste për artimin e deklaratës që ngarkon
dy deputet nga dy krahat për shkrimin e saj. Ndjes. E votojmë, e edhim në votim propozimin dhe ndërkohë nëse bie dakord vazhdoj puna, vazhdon seanca. Kush është dakord me hartimin e deklaratës, ngarkohen dy deputetët, zoti Hasani dhe zoti Tritan Shehu. Do punojnë dhe të na sillen deklaratën. Nëse do biem dakord, do ta miratojmë. Kush është kundër? Abstenim nuk ka, atëherë miratohet. Zoti Hasani dhe zoti Shehu të punojnë për deklaratën, ndërkohë ne vazhdojmë punimet. Fjalën për procedurë ka kërkuar zoti Erald Kapri. Zoti kryetar, të lutem shumë respektoni rregulloren e kuvendit. Duhet të respektojmë opozitën. Zini vendet dhe ta marrë fjalën për replikë, po jo me forcë në Duhet të respektojmë opozitën.